shtesë, si qëndrimi, vajtja ardhje. Të gjitha këto kanë bërë që shumë qytetarë shqiptarë që jetojnë veçanërisht në vendet e Bashkimit Evropian, ti marrin edhe prindërit e tyre pranë vetës, kuptohet, kostot janë shumë të rënda, por të thash, kjo tregon që nuk kanë plane rikthimi më. Dhe ne duhet kemi parasysh që largimi i Brexit parë, pra po themi nga viti 90 deri në vitin 95, sot shumica prej tyre, një pjesë e mirë e tyre janë bërë gjyshër. Çfarë do thotë? Do thotë që shumë prej tyre zgjedhin që qëndrojnë ato vende për të qëndruar pranë familjeve të reja, të fëmijëve të tyre dhe të mos kthehen më në Shqipëri. Të vetme që bën një tentativë rikthimi në Shqipëri ishte një target group pensionistësh që u reklamua shumë nga qeveria, por për shkak të rritjes kostove të jetesës edhe ato në qytete si Durrës, si Vlora, po themi, apo ndoshta dhe Lushnja dhe Fieri, shumë më pak Tirana, dhe ato tani po zgjedhin që të rikthehen sërish në vendin e tyre nataliv. Dhe është një vend paradoksesh, Armela, në gjitha drejtimet, se duke ndjekur dhe monitorin që është një revistë që përgjithësisht vërtetës në Cili Televizion na krijon shumë connect për shkak se ka materiale shumë voluminoze dhe shumë materiale skupuloze në rrafshin ekonomik, se në fund ditës të detajuara duhet thënë, çdo gjë në një vend është ekonomia, pra. Thelbi dhe baza alfa është ekonomia. Ka një paradoks të madh. Ishte edhe një investigim i kolegës Ola Xama që nga 2015 deri në 2025 janë dhënë dhe rreth 10 milion metër katror leje ndërtimi. Janë shifra të frikshme në 10 vite kur ne kemi parasysh eksodin. Pra, është një situatë ekonomike. Nëse bëjmë darjen, se nuk bëjmë darja kështu, po 1 milion metër katror për çdo vit, nëse thjesht e bëjmë darjen. Nuk hym të ato që jemi njohës të mirë të ekonomisë, po ne jemi njohës të mirë të realitetit. Ne jemi njohës të mirë të realitetit në këtë vend, pasi ne gjithë kohës kemi punuar gjithmonë në media informative dhe media informative ta krijon mundësinë që ti ta prekësh çdo trevë të këtij vendi, ta prekësh me dorë për të kuptuar fenomene si shpopullimi, shëndetësia, arsimi dhe për fat keq sot situata është realisht e trisht, pra që më së miri përkthehet në ato shifra, se në pamjet parë të duken shifra. Ja, këtu duhet ndalim. Duket sikur asgjë nuk bën më përshtypje në këtë vend. Në fakt, bën përshtypje në praktik kjo gjë? Dëgjoj, edhe në, po themi, kur ndodhi tranzicioni i madh në vitin 90 në Shqipëri, shqiptarët dinin që ishin më të varfrit e mbar kontinentit evropian dhe nuk kishte nevoja që të vinte 91-shi për ta kuptuar, pasi në fund ditës të gjithë dinin për te propagandës që dilte në RTS, që ishte në atë kohë që e tregonte këtë Shqipëri një vend me uzina, një vend me fabrika që gjeneronin të ardhurat dhe mirëqenie. Që na kishte ziligjit bota. Që na kishte ziligjit bota, realiteti është krejt tjetër. Dhe sot realitetin në tavolina ose në realitetin qytetet shqiptare është krejt tjetër dhe është krejt i zynë. Na do lagjet e vogla po themi. Nuk po flasim më për lagjet e vogla, po flasim për qytete që dikur gëlonin nga njerëz. Unë kam parasysh Durrësin, është qytet bregdetar dhe për te stinës verës që kuptohet, vinë edhe turistë që pjesa dërmuese ne duhet ta pranojmë dhe duhet ta themi me zahapur që janë shqiptarë që kthehen për pushime nga edhe janë shqiptarë të Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut që në pjesën ndërmuese për arsye kryesisht patriotike se nuk janë ekonomike, zgjedhin që pushimet t'i bëjnë. Por mjafto që ti të dalësh në orën 7 apo 8 në qytetin e Durrësit, në stinën e Dimrit apo në stinën e Vjeshës, apo në një qark të madh Fieri që për vite me radhë është qarku më i dytë në Shqipëri, apo në Shkodër, apo në Lezhë, po them, apo në Korçë, në një qytet tjetër që gjithë e pam se çfarë ndodhi me vetëm 3 ditë që u bllokua apo 3 javë që u izoluai Juglindja, e pam se si ishte një qytet krejt bosh për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me shpopullimin. Ka pasur një tentativë për përqendrimin masiv të popullsisë në Tiranë edhe në Durrës dhe për te kësaj ka pasur një klimi investime shfaqësi që kanë pasur kryesisht në fokus vjedhjen që është atë në rilindjen urbane. Janë investuar miliona euro në fasada në qytete si Erseka, në qytete si Rresheni, në qytete si Baramcuri, në qytete si Kruma, kur këto para do kishin qenë shumë herë më të vlefshme nëse do ishin injektuar, po themi, në sektorin e bujqësisë, apo nëse do ishin injektuar në sektorin e turizmit, apo në sektorin e blegtorisë që do kishte gjeneruar të ardhura, që do t'i kishte shyrë shumë prej këtyre njerëzve që mos lëvizin. Dhe thash, ka vite që destinacioni i parë i lëvizjes së rretheve, pra qytetarëve që banojnë në rrethe, nuk është mas Tirana as Durrësi, por janë direkt vendet